Një incident shqetësues i dhunës në familje ka ndodhur dje rreth orës 14:30 në rrugën Bill Clinton në Pej. Sipas raportimeve, një patrull policore ka mbërritur menjëherë në vendngjarje ku ka gjetur palët e përfshira. E dyshuara ES është shoqëruar në stacionin policor në Pej për intervistim. Viktima GS ka treguar se jeton në të njëjtën shtëpi me prindrit, motrën, bashkëshortën dhe fëmijën 11 mujor. Ai ka treguar se gjithçka nisi kur motra po pastronte shtëpinë dhe papritmas filloi të bërtaz dhe ta ofendoi me fjalë të rënda. Viktima tentoi disa herë ta qetësoj, duke i kërkuar të respektojë qetësinë e fëmijës që ishte në gjumë, por pa sukses. Situata u përshkallëzua kur motra mori një këpucë dhe tentoi ta godas vëllain. Fatmirësisht ndërhyri babai, i cili e ndali përplasjen. Por incidenti nuk përfundoi këtu. Më pas, ES shkoi në kuzhinë dhe mori një thik, duke rrezikuar për shkallëzim më të madh të konfliktit. Sërish ndërhyrja e babait parandaloi çdo aksion të mëtejshëm. Ngjarja u raportua edhe tek prokurori i shtetit, i cili urdhëroi fillimin e hetimeve për dhunë në familje. E dyshuara është intervistuar dhe më pas liruar me urdhër të prokurorit, ndërsa rasti mbetet në trajtim nga organet kompetente.